Dhe pikërisht kjo është pyetja që do t'i japim përgjigje, sepse puna është se nuk bëhet fjalë thjesht për të mos ngrënë. Është si ti dërgosh një sinjal të fuqishëm trupit që e detyron të ndryshojë komplet mënyrën e funksionimit. Le ta shohim se si ndodhi gjithë kjo hap pas hapi. Imagjinojeni pak trupin ton si një makinë super moderne, hibride. Sapo ka mbaruar së përdoruri një lloj karburanti, atë të ushqimit të fundit, dhe tani po bëhet gati të kalojë te burimi rezervë. Pikërisht këtu nis një transformim vërtet mbreslënës. Okej, le të flasim për metodën më të famshme, atë 16-8. Shumë e thjeshtë, 16 orë pa ngrënë dhe një dritare 8 orëshe ku mund të hash. Për shembull, ha vaktet mes orës 12 të drekës dhe 8 të darkës. Për shumë njerëz, kjo është mënyra më e lehtë dhe më praktike për të filluar. Gjatë atyre orëve të para, pasi kemi ngrënë vaktin e fundit, gjithçka ecën si normalisht. Trupi është i zënë duke tretur ushqimin dhe duke përdorur sheqerin, pra glukozën, si burim kryesor energjie. Por, kur ky karburant fillon të mbarojë, pikërisht këtu gjërat fillojnë të bëhen vërtet interesante. Ja pra, ky është momenti kyç. Trupi e kupton që nuk po vjen më glukozë nga ushqimi dhe i duhet të aktivizojë planin B. Ky njihet si ndërrimi metabolik, një ndryshim themelor në mënyrën se si trupi prodhon energjinë e tij. Hidheni një sy kësaj linje kohore. Në 4 orët e para, digjet glukoza nga vakti i fundit. Më pas, nga ora 4 deri në 12, trupi i drejtohet rezervave të sheqerit, të quajtura glikogen, që ruhen në mëlçi dhe muskuj. Dhe pasi edhe këto rezerva harxhohen, pas rreth 12 apo 16 orësh, ndodh magjia. Trupi fillon të përdor dhjamin si karburant. Dhe ky proces fantastik njihet si ketoza. Ky është momenti kur mëlçia fillon të shndërrojë ndyrnat në molekula të vogla energjie, të quajtura trupa keton. Këto ketone bëhen karburant i ri për trupin dhe, ç'është më e rëndësishmja, edhe për trurin. Këtu fillon ndjegja e vërtetë e dhjamit. Në rregull, duhet të jemi të sinqertë. Ky kalim nuk është gjithmonë si një shëtitje në park. Dhimbjet e kokës, marramendja apo një lloj lodhjeje janë krejt normale në fillim. Kjo ndodh sepse trupi po përshtatet me nivele më të ulta sheqeri dhe sepse mund të dehidratohemi lehtë. Madje, studimet tregojnë se pragu i dhimbjes ulet përkohësisht, kështu që çdo bezdi e vogël mund të ndihet pak më fort. Por prisni, nuk është vetëm çështje energjie. Agjërimi zgjon diçka tjetër, një proces tepër të fuqishëm në nivel qelizor. Kur trupi nuk është i zënë me tretën e ushqimit, ai ka energji dhe kohë të lirë për të bërë një pastrim të përgjithshëm brenda vetë qelizave. Ky proces quhet autofagji. Tingëllon pak drastike, apo jo? Autofagji do të thotë të hash veten. Por në fakt, është një nga gjërat më të mira që i ndodh trupit. Ai fillon të pastrojë dhe riciklojë pjesët e dëmtuara të qelizave, duke krijuar hapësirë për pjesë të reja dhe të shëndetshme. Dhe rezultatet janë vërtet mbërslëndse. Sistemi i tretjes pushon, kështu që energjia e kursyer shkon për të forcuar sistemin imunitar dhe për të riparuar indet. Kërkimet sugjerojnë se kjo mund të mbrojë trurin dhe të ulë inflamacionin në mbar trupin. Është një përtërritje e vërtet nga brenda jashtë. Gjatë këtij pastrimi të thellë, trupi liron edhe substanca të grumbulluara si kolesteroli apo acidi urik, e si rezultat, ndonjëherë mund të shfaqen dhimbje të përkofshme muskulore apo edhe ndonjë puçër në lëkor. Pra nëse ndodhin këto gjëra, mos u shqetësoni. Shpesh është një shenjë që ekipi pastrimit po bën punën e vet siç duhet. Okej, deri tani folëm për atë që ndodh në orët e para, por nëse agjërimi bëhet pjesë e jetës sonë, këtu përfitimet bëhen edhe më të thella dhe afatgjata. Shikojeni këtë numër. 720%. Çfarë dreqin mund të rritet kaq shumë pas vetëm një dite vetme pa ngrënë? Po flasim për hormonin e rritjes njerëzore, ose HGH. Një studim zbuloi se te gratë që kishin nivele fillestare të ulta, një agjërim 24 orësh e rriti atë në mënyrë dramatike. Ky hormon është absolutisht thelbësor për metabolizmin dhe riparimin e qelizave, dhe kjo rritje ndodh pavarësisht humbjes në peshë. Dhe lista vazhdon, nuk mbaron me kaq, shkenca e lidh agjërimin e rregullt me një mori përmirësimesh. Kontroll më i mirë i sheqerit në gjak, ulje e tensionit, shëndet më i mirë për zemrën, tru më i mbret, madje edhe përmirësimi i shëndetit të zorëve. Të gjitha këto së bashku kontribuojnë atë që quhet plakja e shëndetshme. Mirë, e gjithë kjo shkencë është fantastike, por pyetja mbetet, si fillohet? Si mund ta bëjmë këtë në mënyrë të sigurtë dhe efektive? Le të kalojmë te disa hapa praktik. Në thelb janë 3 rregulla të arta për të filluar. Së pari, zgjidhni dritaren kohore që ju përshtatet më mirë rutinës suaj.
Së dyti, kur hani, përqendroni te ushqimet cilësore. Agjerimi nuk është një justifikim për të ngrënë keq. Dhe së treti, e theksoj, është absolutisht jetike, hidratimi. Pini shumë ujë dhe mund të shtoni edhe pak krip ose elektrolite për të mbajtur ekuilibrin. Tani, një moment shumë i rëndësishëm. Duhet jemi të qartë. Kjo nuk është një zgjidhje magjike për të gjithë. Për gratë shtatzëna, ato që ushqejnë fëmijën me gji, personat nën peshë, apo ata që kanë pasur çrregullime të ngrënit, agjërimi nuk është i këshillueshëm. Gjithmonë, para çdo ndryshimi të madh, është mirë të flisni me një profesionist shëndetësor. Pra, çfarë mësuam sot? Mësuam se ndoshta nuk ka rëndësi vetëm çfarë fusim në pjatë, por edhe kur e bëjmë. Kjo na lë me një pyetje për të menduar. A mund të jetë pikërisht menaxhimi i kohës pjesa që na mungon në enigmën e madhe të shëndetit? Faleminderit që ndoqët këtë analizë.